Pas një nate të vështirë në përballje me flakët, operacioni për shuarjen e zjarrit në malin e Shëngjinit vijon pa ndërprerje. Ekipet zjarrfikse të mbështetur nga forcat e armatosura po punojnë në terren për të neutralizuar vatrat që mbeten ende aktive, ndërsa kushtet e vështira të relievet kanë bërë të domosdoshëm edhe ndërhyrjen nga ajri. Helikopteri u angazhua gjatë orëve të para të mëngjesit për të goditur vatrat në zona më të paarritshme të malit, ndërkohë që nga toka operacioni vazhdon me forca të shumta zjarrfikse dhe ushtarake. Gjithë kanë qenë gjithë natën këtu dhe situata është nën kontroll. Pavarësisht nga agravimit të saj, kur situata nuk ka dalë jashtë kontrollit në Lezhë, për shkak të një skeme reagimi shumë të shpejtë që ne bëjmë për ta kapur situatën që në fillimin e saj dhe për mos ta lënë të agravohet. Pavarësisht situatës, qarkullimi i automjeteve në aksin Lezhë-Shëngjim zhvillohet normalisht, duke u mundësuar pushuesve të udhtojnë drejt Bregdetit pa kufizime. Gjatë mbrëmjes së kaluar u regjistrua edhe një incident i rrezikshëm. Si pasojë e temperaturave të larta të krijuara nga zjarri, shpërtheu një granatë mbetur në zonë, ndërsa nga shpërthimi u shkoput një gur nga mali, i cili goditi një kalimtar që po udhtonte në drejtim të Shëngjinit. Fatmirësisht ai mori ndihmën e nevojshme mjekësore. Ndërkohë, hetimet e policisë së Lezhës kanë çuar në identifikimin e autorit të dyshuar të zjarrit. Sipas të dhënave paraprake, ai dyshohet se i vuri flakën disa mbeturinave, por për shkak të erës së fortë, flakët dorën jashtë kontrollit dhe u përhapën me shpejtësi në sipërfaqe pyjore. Ngjarja riktheu edhe një herë vëmendjen te pasoja që mund të shkaktojë pakujdesia me zjarret gjatë sezonit veror. Flakët dëmtuan një sipërfaqe të konsiderueshme me bimësi në malin e Shëngjinit, ndërsa në rrezik u vunë edhe banesat dhe bizneset pranë zonës, duke kërkuar një angazhim të madh të strukturave të emergjencës për të shmangur pasoja edhe më të rënda.